Kjo tregon që Sali Berisha është refuzuar në mënyrë më të hapur, mundshme. Dhe ja u votua njerëzit që Saliu nuk i donte. Tabaku fitoi e para e dyta në primare dhe mbeti jashtë listës së mbyllur. Dhe një kohë tani, po të shohësh listën e mbyllur, ke të njëjtët njerëz që ne kemi 30 ta vite që i njohim edhe që Kemi nga radhët e Partisë Socialiste shumë emra që mbeten jashtë parlamentit. Pandeli Majko, Mimi Kodheli, Olta Xhaçka, Ermonela Felaj, Blerina Gjulameti, etj. Kemi më të votuarit Fatmir Xhafaj, kemi Erion Braçën. Pandeliu ka me edhe herë tjera. Pandeliu edhe këtë radhë që është në parlament është si rezultati i manovrave që bëri kryetari për t'ia hapur vendin. Kurse fakti që në listën e mbyllur futën njerëz pa asnjë lloj kontributi, dije që gjërat do shkonin këtu. Të kishte më shumë konkurrent jashtë listës se sa brenda. Domethënë në këtë sens i bie që lufta do ishte ashpër të e madhe. Dhe edhe kjo luftë ose edhe kjo konkurrencë, ky konkurrim u indikua nga kryetari. Si u ndikua, Blendi Gonxhe për shembull dihen lufta që u bë për Blendi Gonxhen që të shumë vota mori realisht. Po mori nuk se mori Blendi, mori strukturat që i shërbyen thonë. I shërbyen me urdhrin e Ramës. To kontingjentet e krimit, Partisë Socialiste që gjithmonë janë përmendur. Po, si duhej kjo performancë kaq maksimale? E ka projektuar për kryebashkiakun e ardhshëm të Tiranës? Patjetër. Po luan për kryebashkiak. Po e luan për kryebashkiak dhe i duhen vota. I duhen vota për ta treguar për si njëri që ka mbështetje etj. Por në politik nuk funksionon dot duke e ka përvesh i tjetrin, duke e sjellë në rritje artificiale. Kjo është rritje artificiale siç bëri Saliu me Lulin etj. Për shembull, Ilir Meta nga Partia e Lirisë mbetet jashtë parlamentit. Logjikshme. Shkretë logjikshme. Domethënë një kryetar partie që s'ka lënë gjoba bën këtë vend, kryeministër, president, kryetar kuvendi, çfarë s'ka qenë këtë vend edhe merr 300 vota. Dihet se ku e kanë çu vendin to. Mbeten pra arsyeja pse humbi opozita janë kryesisht Ilir Meta dhe Sali Berisha. Dy kryetar. Kemi emra të tjerë që mbeten jashtë, për shembull nga PD-ju Shpëtimi Drizi. Edhe unë u çudita se kjo i bie pastaj që komuniteti Çam nuk e ka votuar. Dhe unë u çudita me këtë. Megjithatë, gjesti i Drizit ishte interesant se ai doli vetë në listën e hapur. Ai mund të ishte në listën e mbyllur. Po doli vetë në listën e hapur dhe i kërkoi votën komunitetit. Për cilën ai ka hyrë në politikë. Pavarësisht se ndërkohë, një emër tjetër për shembull nga Partia Demokratike që mori goxha vota, por që thuajse nuk futet në parlament, Myslim Urizi. Po Myslimi është si veçantë, Myslimi do fitonte më shumë vota po të ishte qenë vetëm. I pavarur. Myslimi është nga njerëzit më të veçantë politikë shqiptare. Dhe një protagonizëm të jashtëzakonshëm, një njeri që i thot gjërat drejt për drejt në këtë vend. Dhe ky vend ka nevojë për njerëz që i thonë gjërat drejt për drejt. Natyrisht nuk e ka atë elegancën politike, por nuk duhet harrojmë një gjë që politika nuk është elegancë. Eleganca i lehet rrobaqepsit dhe diplomatit, po jo politikanit. Politikani është ai që flet drejt për drejt me elektoratin e vet. E vetmja gjë që
më çuditi tek Murizi është se ai u largua nga zona vet. Po. Kandidoi në Tiranë. Me sa di unë është larguar si rezultat i mosmarrëveshjeve me Gazbardin, pasi ai ka qenë shumë i drejtë për drejtë ndaj tij. Dhe kjo bëri edhe atë që ndofta po të ishte në zonën e tij, patjetër do ishte deputet. Ndërkohë, kemi nga radhët e partive të reja, kemi deputet në parlament të sigurtshëm, Agron Shehaj, Adriatik Lapaj, Redi Muçi. Pret një zëvendësim në thënjzat e opozitës nga këta tre personazhe, dhe pse Agron Shehaj ka qenë dhe më herët. Apo me tre numrat shumë pak thuaj. S'bëjmë dot opozitë. Jo, kam në sensin e përfaqësimit, të një zëri të paktën. Me thonë të drejtën, pavarësisht se në një nonsens doktrinar, ky i Partisë Mundësia, Shehaj, ka qenë njeriu që ka qenë opozitar i rëndësishëm në parlament. Por mendoj që do ishte më mirë që ta zhvillonte opozitarizmin e tij brenda partisë, pasi do vi dita patjetër që ajo parti do reformohet, patjetër, po. Se sa të krijonte tani një parti tjetër e cila do shumë punë dhe do dhe përveç se do punë, do edhe kontent, do njerëz që të punojnë. Dhe pritshmëritë i kishin të larta ata në fakt. Po. Tani ti jesh industrialist ose biznesmen dhe ta mbështetësh gjithë politikën tënde te lufta që i bën biznesmenëve të tjerë, më duket pak nonsens. Pavarësisht se ka të drejtë. Po Kash. Partitë, politikat janë doktrina, para se të jenë populizma. Kuptoj. Ndërkohë, do të kemi një parlament të ri ku opozita është, mendoj unë, në një situatë shumë të demoralizuar. Çfarë duhet bëj tani Partia Demokratike, përveç atyre që ti quan besnik të Berishës, që nuk bëjnë asnjë lloj kompromisi për te kësaj, pjesa tjetër që ndoshta do të marrin një vendim këto ditë, do të distancohen nga Berisha pas kësaj katastrofe elektorale. Çfarë do i sugjeroje ti për shembull të bëni në këtë moment për të shpëtuar Partinë Demokratike? Kemi kohë që ja kemi propozuar rithemelimi. Po jo rithemelimi siç me të njëjtat fytyra. Jo me të njëjtat fytyra, po tani ka ardhur koha që siç kanë thënë dikur, proletar gjitha vendeve shpërndahuni edhe bën krijoni një kushtet kur Berisha nuk ikën, krijoni një parti tjetër politike, e cila do jetë forcë reale, jo kështu. Një tjetër parti thua? Po duhet një parti. Duhet një parti, duhet njerëz të ri, duhen të nuk mund të vish tani të bësh. Mos harro, jemi në 2025, ai vjen me Tritan Shehun prapë në Gjirokastër, është merr. Si mund të mendosh se do fitosh me Tritan Shehun në Gjirokastër? Është absurde. Po ti beson se do ta hedhin këtë hap një pjesë e demokratëve aty, apo askush nuk do të dalë nga rreshti i Berishës, pavarësisht se ky fundit nuk ikën? Unë besoj që gjërat do të ndryshojnë në Shqipëri. Dhe unë e kam hedhur me kohë idenë edhe tek pamfleti, idenë e një politike transversale, ku gjithë elementet, se ka element pozitiv në gjitha partitë politike, të bëhen bashkë dhe të hedhin mbrapa krave të kaluara, të vjetra. Nuk mund të ne i kemi skeletën në dollap. Domethënë, unë e konsideroj veten i vjetër, pasi e njoh politikën që në vitin 1991.